rasti I Zvërnecit nuk është vetëm një çështje mjedisore. Është një çështje që tregon që gjithë sistemi ka dështuar. Që te mënyra se si lejet janë dhënë apo nuk janë dhënë. Që te mungesa e transparencës, te mungesa e përfshirjes së banorëve, të komunitetit të prekur, të ekspertëve, ekspertë të cilët kanë vite të angazhuar me çështjen, jo vetëm çështjen e Vjosës konkrete, por edhe me çështjet mjedisore, akademik, organizata shoqërisë civile nuk kanë qenë të përfshira në asnjë moment të procesit. Ky është një proces I cili fatkeqësisht përsëritet në të gjitha vendimarrjet mjedisore. Sot që po flasim, janë shumë lumen që po shkatrohen, janë shumë lumen që po dëmtohen, pa dijenin e banorëve të parëve që jetojnë aty, e pa dijenin e ekspertëve, të cilët duhet të thonë fjalën e tyre, duhet të thonë zërin e tyre. Jo më larg se dje dhe sot, ne kemi parë se si kanjoni Erzenit është betonizuar, zhmbuluar me inerte, nuk shikohet më. Edhe ajo pjesë e vogël që kishte mbetur nga Erzeni tashmë është mbuluar. Sa për ju kanë shkuar, është I vetmi vend afër Tiranës që kishte mbetur akoma një bukuri natyrore, sepse pjesa tjetër është shkatruar nga guroret, nga digat, nga çdo lloj mënyre tjetër, nga mbetjet. Por po flasim për Erzenin, por mos harrojmë lumenjt e tjerë. Nika I Mërtur është një nga lumenjt që së fundmi është përballur me ndërhyrjet e makinerive në shtratin e Lumit. Banorët janë të surprizuar, nuk kanë qenë pjesë të asnjë dëgjese. Kemi të bëjmë me hidrocentrale, me diga, me gryrje, si në rastin e Shkumbinit, në rastin e Cemit e për gjithë Shqipërinë. 28% e gjithë rrjedhës lumore është humbur nga shtrati I tij natyror në vetëm 7 vitet e fundit. Kjo është një masakër mjedisore. Fatkeqësisht Shqipëria është rasti më I keq në gjithë Ballkanin për sa I përket shfrytëzimit të lumenjve. Dhe tashmë është radha e Bregdetit, duke filluar me Vjosnartën e duke mos kursyer të gjithë vijën bregdetare. Pre e zhvillimit, jo të qëndrueshëm, pre e shkatrimit dhe betonizimit të vijave bregdetare të paprekura, të dunave mira vjeçare, të habitateve për specie të rrezikuara dhe të rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, por gjithë Mesdheun. Jemi ankuar gjithmonë që kemi ligje të mira, por çalojmë tek zbatimi. Fatkeqësisht sot nuk I kemi më as ligjet e mira, sepse ligji që ishte ai që duhet siguronte mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e zonave të mbrojtura, ligji 21/2024 e hoqi dhe këtë status tashmë është legjitimuar çdo ndërhyrje në zonat e mbrojtura. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë.